Aktori i njohur i humorit Elvis Pupa dhe bashkëshortja e tij Belina Pupa po akuzohen në Australi për kultivimin e bimëve narkotike. Mediat australiane shkruajnë se Belina Pupa, 39 vjeç, ka dalë para gjykatës pasi akuzohet se ka mbjedh 43 bimë kanabisi në oborrin e saj, ndërsa për aktorin u raportua se është arratisur nga vendi. Sipas mediave australiane, Belina në gjyq kërkoi që të mos i kufizohet lëvizja pasi duhet të udhtojë jashtë shtetit për çështje pune. Ajo posedon biznese në Shqipëri, SBA dhe në Australi. Sipas dokumenteve të gjykatës, ata kanë mbjedh kanabis nga janari deri në prill të këtij viti. Prokurorët kanë kundërshtuar kërkesën e zonjës Pupa për të lëvizur jashtë Australisë për shkak të akuzave të rënda dhe faktit që bashkëshorti i saj është në arrati. Vendimi përfundimtar për Belina Pupën do të merret këtë javë. Belina Pupa përballet me akuza për kultivim të një sasie të madhe kanabisi dhe ndërhyrje të palegjshme në rrjetin e energjisë elektrike, ndërsa po ashtu i bashkakuzuar është edhe aktori. Një video e postuar në profilin e tij në Instagram një vit më parë tregon Elvisin dhe Belinën në ambientet e kopshtit të shtëpisë së tyre në Australi duke mbjedh pemë ose bimë të ndryshme. E këtë postim ai e ka shoqëruar edhe me një përgjigje për pyetjet që janë bërë nga Kehon Bovis, duke treguar se kjo mbjedhje e këtyre bimëve është si një terapi për pastrimin e mendjes dhe shpirtit nga programet televizive. Pas këtyre lajmeve nuk ka munguar reagimi i aktorit. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, Pupa i ka cilësuar këto pretendime si të pavërteta, keqdashëse dhe të qëllimshme për të njollosur figurën e tij. Ai thekson se ndodhet prej më shumë se një muaji në Tiranë, ku po vijnë normalisht angazhimet e tij profesionale në Shqipëri dhe në Evropë. Ai ka sqaruar gjithashtu edhe situatën e bashkëshortës së tij Belina Pupës, e cila ndodhet e lirë dhe vazhdon aktivitetin profesional, ndërsa thekson se gjithçka që po ndodh është pjesë e një procesi ligjor në zhvillim, ku vetëm drejtësia ka fjalën e fundit. Pas aktorit ka reaguar edhe bashkëshortja e tij Belina Pupa në lidhje me akuzat për kultivim droge. Ajo është shprehur se është plotësisht e lirë dhe po vazhdon aktivitetin profesional si zakonisht. Në fund të reagimit, Pupa shprehet se duhet lënë kohës dhe drejtësisë të flasë fundit. Për respekt të procesit ligjor që është ende në zhvillim, nuk mund të jap detaje të mëtejshme, por jam e bindur se gjithçka do të sqarohet në mënyrë të drejtë dhe transparente, tha ajo.